Flasim në këto momente për motin, idhemi si çdo ditë me meteorologen aty CNN Tanja Porja, të cilën e përshëndesim. Mirëmëngjes Tanja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Denisa. Tanja, si parashikohet moti për gjatë ditës së sotme, por edhe në ditët në vijim? Sot një ditë e ftohtë dhe me diell Denisa në të gjithë territorin shqiptar. Kemi sërish shfaqje të vranësira kryesisht në pjesën e dytë të ditës, por do të jenë vranësira kalimtare, nuk pritet rreshje në territor. Megjithatë, termometri në mëngjesin e sotëm ka zbritur në -5 dhe megjithëse do të kemi kryesisht kthjellime, vlerat maksimale të mesditës ngjiten në 12 gradë Celsius në zonat jugperëndimore, ndërsa pjesa më e madhe e shtrirjes perëndimore përfshirë dhe Tiranën rreth 10 gradë presim sot. Në zonat malore gjatë orëve të mesditës presim rreth 4 deri në 6 gradë përgjithsisht në zonat malore dhe vetëm ndonjë zonë në veçantë juglindje kryesisht po gradeci mund të ngjitet deri në 7 gradë Celsius. Kjo është situata sot, por nuk është se presim ndryshime shumë të mëdha për ditët në vijim. Edhe të paktën 3 ditë në vijim do të jenë pak a shumë në këto vlera termike, kushtet e motit do të jenë sërish me kthjellime, vranësia do jenë të lehta dhe kalimtare, nuk priten rreshje dëbore deri të premten. Kemi temperatura -5, -6, vlerat më të ulëta, këto të shënuar kryesisht në verilindje, pra në zonat e thella në verilindje të vendit, dhe maksimumi, duke qenë se sot presim jo më shumë se 12 gradë Celsius, në ditën në vijim kemi 13 apo me shumë rezerva 14 gradë Celsius gjatë ditës së premte. Pra, kjo është tabloja e motit në të gjithë territorin shqiptar, madje edhe në gjithë Ballkanin. Moti kthjellët, vranësira të lehta dhe kalimtare, por shumë ftohtë orët e mëngjesit dhe të darkës. Megjithëse do të kemi kthjellime gjatë ditës, maksimumi do të qëndrojë rreth 12-13 gradë Denisa. Ndërkohë Tanja, termometri ka zbritur sot deri në -5 gradë. Edhe në vijim presim që të kemi po kaq ditë të ftohta? Po, Denisa, ashtu si kundër e thash, të paktën deri premte jemi në këto vlera, presim të shtunën pasdite një rënje të mëtejshme të vlerave termike, presim të dielën shfaqje të rreshjeve të pakta të dëborës kryesisht në zonat juglindore, nuk priten sasi të mëdha të dëborës, por rreshje të pakta dëbore, ndërsa nga e hëna dhe gjithë java tjetër sjell të paktën edhe 2-3 gradë rënje të tjera të vlerave termike në të gjithë territorin shqiptar, gjë e cila do të bëjë që vlerat minimale, pra gjatë natës dhe në orët e para të ditës, termometri minimal të zbresë në -8 apo -9 në zonat përgjithsisht në zonat malore dhe termometri të zbresë në 0 gradë edhe në pjesë mirë të ulëtësirës perëndimore përfshirë dhe kryeqytetin. Sapo kemi hyrë në një val të ftohtë gjithë Ballkani është në këtë val të ftohtë, por në Shqipëri ne këto ditë po e ndjejmë, megjithatë jemi duke hyrë në zemrën, do thosh, e kësaj mase ajrore nga verilindja e kontinentit, e cila do të sjellë temperatura shumë të ulëta për një kohë shumë të gjatë, të paktën 2 apo pak më shumë se sa 2 javë, dhe deri nga data 24 apo 25 dhjetor ne mbetemi pak a shumë në këtë tablo të motit, kryesisht kthjellime dhe vranësira, rreshje krejt të pakta dhe jo në të gjithë territorin, vetëm në zonat të izoluara, rreshje dëbore dhe një i ftohtë i acartë deri nga data 25 dhjetor. Kjo është tabloja e motit, Denisa. Dakor Tanja, faleminderit edhe për sot.